Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa i Gjurmë ka vendosur që ditën e sotme të sjellë historinë e një 73 vjeçare nga Durrësi, e cila quhet Xhevaire Arapi, për të denoncuar fqinjin e saj. Shpeshherë në studion e emisionit Pa i Gjurmë vinë probleme, konflikte brenda familjes, por denoncimet janë të shumta dhe të llojeve të ndryshme. Sot kjo 73 vjeçare do denoncoj fqinjin e saj pasi për një kohë të gjatë ka probleme madhore, sa e kanë detyruar të braktisë shtëpinë e saj në qytetin e Durrësit dhe të largohet tek i biri i saj në Kavaj. Por çfarë ka ndodhur me saj dhe fqinjit do të jetë vetë 73 vjeçaria që do e rrëfej ditën e sotme këtë histori. Ajo ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Do e dëgjoj me vëmendje historinë tuaj ditën e sotme për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe kush është problemi që ti kërkon ta denoncosh, por në krah keni dhe avokatin Zaçe Islami. Përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht, unë dua të prezantoj një kronik, një material që ne kemi përgatitur për historinë tënde e dashur Xhevaire, për të mësuar konfliktin me saj dhe fqinjit dhe rikthehemi në studio. Prej 14 vite 73 vjeçare Xhevaire Arapi nga qyteti i Durrësit thotë se përballet me një konflikt të vazhdueshëm pronësie me komshiun e katit të parë të pallatit ku ajo banon. Sipas saj, në hapësirën e përbashkët të pallatit është ndërtuar një shtesë nga komshiu, duke zënë një pjesë që duhet të ishte në përdorim të të gjithë banorëve. Xhevaire Arapi tregon se kjo ndërhyrje është kryer në një periudhë kur familja e saj jetonte në Itali dhe nuk ndodhej në Shqipëri. 73 vjeçaria shpreh se nëse do të kishte qenë në dieni për ndërtimin e kësaj shtese, nuk do ta kishte lejuar që të realizohej. Sipas saj, pas kthimit në Shqipëri, është përballur me një situatë të krijuar tashmë, e cila i ka privuar banorët nga përdorimi i hapësirës së përbashkët poshtë pallatit. Ajo tregon se për këtë problem është drejtuar disa herë në institucionet përkatëse, duke kërkuar verifikim të situatës dhe marrjen e masave, por sipas saj, deri më tani nuk ka pasur asnjë zgjidhje. Përveç ndërtimit të shtesës, ajo ngre dhe një shqetësim tjetër. Sipas saj, në të njëjtën hapësirë kur është ndërtuar shtesa, derdhen edhe ujërat e zeza të banesës së komshiut, çka sipas saj krijon një situatë problematike për banorët e pallatit. E moshuara kërkon ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse për të verifikuar rastin dhe për të zgjidhur konfliktin që prej vitesh vazhdon të mbetet pa një përgjigje përfundimtare. E në fakt të janë konflikte që shpesh ndodhin në vendin tonë, në Shqipëri, dhe kur në një pallat nuk ka një administrator dhe banorët të cilët jetojnë në katin e parë mund të bëjnë ndërtesa pa leje në oborrin e pallatit, u bëjnë më të vështirë jetën banorëve të tjerë dhe shpesh këto konflikte sjellin probleme goxha madhore dhe lind ajo pyetja: a dim ne të jetojmë në komunitet dhe a i respektojmë rregullat që realisht duhet t'i zbatojmë që të gjithë? E dashur Xhevaire, e qartë edhe nga kronika që gazetarja Ersela kishte përgatitur për historinë tuaj dhe regjia më ndihmon edhe me disa pamje filmike që i keni sjell ju. Është gjithë penxherët e mia të dhama kuzhinë është. Ju jetoni këtu në kat dytë. Kat dytë, unë kam fryk të flise, është lagje dorgaxhishe dhe kam fryk se mbrasin. Më hypin ke penxhere dhe mbrasin. Po, ndalemi pak dhe na i trego historinë me fqinjin tënd. Domethënë, çfarë ndodhi? Ju blet një shtëpi në këtë pallat të ri? Bleva një hyrje 3 dhoma kuzhinë. Po, edhe një garazh. Flasim në qytetin e Durrësit, në çfarë lagje? Në qytetin e Durrësit, lagja numër 6, rruga Eugen Guza. Po. Edhe motra ime, jemi përballë, bleu po ke ky pallat se është lagja momës edhe aty ku jemi rritë është ky trulli. Jemi rritë me atë lagje. E qartë, u ndërtua ky pallat i ri dhe ju vendosët të blini apartament. Edhe unë, edhe vllai, edhe motra, edhe vllai që se gëzon dot. E ka 4 dhoma dhe kuzhinë, blem dhe si familje. Dy motra, ju, motra dhe vllai, keni bler apartament në këtë pallat. Ju e keni bler në katin e dytë. Unë e kam bler në katin e dytë. Në katin e parë, përpara se të vinte ky nga Lushnjë, nga fshatët e Lushnjës, ka qenë një korçare, por shumë e kulturë, shumë e edukume. Nuk bëni asnjë veprim, absolutisht fare. Netën ja 7-8 vjet këto, edhe ikën në Itali, doli zotaria amerikane. Edhe e shitën banesën. E shitën banesën. Pra, personi që erdhi është fqinj njëri te kjo. Ja lën pronarit. Do me thonë, ja këthyn me apsh pronarit, apo ja shitën, po duket se pronarit, Zylfiut, po i ka vdek. Po që rëndësi ka? Këto apartament e bleu një tjetër. Po, e bleu një tjetër. Një fqinj njëri, po? E bleu nga Korça. Iku ai dhe e bleu ky.
ma 7-8 vjetësh, e bleu ky erdhi nga Lushnja, edhe e bleu, po si e bleu, sikur ta kishe pronën e vetë. Mylli derën nga shkallët. Jo, se kur e ble prona jote quhet. Jo, flas komplet, do me thonë, regullimet që i boni. Sa erdhi aty, mylli derën nga e shkallës, hyn ke kati parë, është dera përballë. E mylli atë derën dhe hapi derë tjetër nga u bori pallatit me qëllim që ta shfrytëzonte. Më kupton? Po, a kishte marrë ai një leje që bëri të ndryshim? Absolutisht, se erdhi i mëtoja dhe ja kërkoj e thë nuk kam leje, ta tregoj unë. Po? Edhe e prishën. Nuk e dija, du ta dëgjojmë zonë. E bëri pa leje të ndërhyjt. Po pa tjetër, avokat. Ska gjë hiç. Këtu qalon problemin në qendër, qalon problemin në drejtimin e shtetit dhe shoqërisë. Këtu është shoqëria e korruptuar që ndodhen këto punë, është politika e korruptuar, është pushteti i korruptuar. Sepse bashkia ka një institucion, një institucion që quhet IVMT. IVMT-a nuk të lë të vësh një gozë në mur, pa leje. Jo të mbyllësh një portë e të hapësh një tjetër. Mos e diskuto, këto janë kështu, ata kanë mbështetje politike që bëjnë këtë. Se nuk e bëjnë. Por ja, ta dëgjojmë historinë dhe të dalim një konkluzion. Unë se të dëgjuar e kanë mbështetje politike. Por këtë nuk e themi dot, avokat papa. Unë uroj dhe shpresoj që pala tjetër sot të na dëgjoj dhe të reagoj. Ja, them unë kush janë të korruptuar dhe marr përgjegjësi penale dhe morale se më përgjigjet kështu. Këtë nuk e shen dot as Edi Rama se unë kam dhënë shumë lehtë. Ha shiqare. Por mos ta kalojmë politike, ju lutem. Ja urdhëro. Dalë ta kalojmë politike, ë? Ky është një emision apolitik dhe nuk merret politikë se nuk merret ministri tani me një portë. Por ndalemi Xhavahiri dhe ma tregoj historinë. Ai erdhi dhe mbylli portën dhe hapi një portë tjetër. Po, edhe ndërtoi një objekt 3 dhoma guzhin që kam unë, një ajo është objekti komplet i gjatë, do me thonë 10 metra i gjatë, 2 metra i gjysë e gjonë, por familjarët si për e kateve, si për me e hudhin plena aty. Edhe unë penxeret nuk i hap dot, as derën e balkonit nga era e keshe. Edhe në atë objekt, qep edhe bën rjeta peshku, për verë, bën biznes, e përdor për biznes atë ai. Edhe për verë, kur hapët, se është vapë dhe rjetët e peshku të rinë nuk që kapin peshq, edhe kanë jodeti. Vjen një erë e keqen, pa një përshpejnë që nuk e me do të me me. Por tani a i ka bërë ndërtes? A i ka bo. Se tani, ju nuk kemi qështje porte, është mbyllur një porte ka hapur nga ana tjetër. Me sa shikoj unë, është bërë ndërtes aty? Po, aty më ndërtesës është dera. është dera që ka hapë. Poshtë kësaj kafes. Është dera që ka hapë a i që aty dhe buni derën aty. Këtu. E qartë, por ndërtesa i ka bërë. Ka bërë salon të gjatë këte, që e përdor për biznes. Do më dhe që ka bërë një ndërtes në oborin e pallatit. Po, e ka shtru me plaka, e ka ngrejt gjysë metre, 3 metre me shkallë, me 2 shkallë, e ka shtru me plaka. Bashkia ka ardhur? Bashkia. A denoncuat ju se, tani e dashur... është të mërshme është korupcioni papa. Xhavahiri, të ndërtosh në oborin... Kam njoftu. Ka ardhur njëri. Erdi i mëtoja. Erdi i mëtoja. I mëtoj quhet ai Dorian Mema dhe Klajdi ka qenë. Ta them që nga fillimi, avokat, 1 minutë. Më falë, edhe na kishë ndërtu, plus asaj ka bë dhe banjon. Mbyll banjon më në apartamentit, nuk kemi banjon e të projektu nga arkitekti. Tani kjo është absurde, në oborrin e pallatit të ndërtosh dhe tualet jashtë. Jo, po mua nuk është politik problemi, moj zonjë, nuk funksionon bashkia, i kemi votuar ata të bashkisë. Janë të korruptuar. Se funksionojnë, nuk s'është marrë vesh. Do të thënë ai ka ndërtuar në oborrin e pallatit, sallon, tualet dhe banjon. Po mi nuk jeni ankuar ju si banor të pallatit, se kjo është e të mërshme. Të vi dikush në pallatin tim tani dhe të më zërë oborrin të ndërtoj salon dhe VC. Nuk ka thonë, sepse këto janë si për me dhe se shligje ka, dhe të jemë unë në katin e 4. Po nuk jeni ankuar, me shëndet mirua kanë bërë. Se kjo është absurde, obori... Kam unë avokat, se kanë ato janë si për... Ti u ankove vetë? Po. Obori është për së Kam në vend, kam dhe letrët bile. Ku janë kuar? Ke i më toja. Ke kryetarja bashkisë, i kam qu letër 1, i kam qu letër 2, i kam qu Lorena Goxhobellit. Përgjigje, të lutem, për letrat që ke dërguar, të ka ardhur një përgjigje. Po, këtu i kam. Qërë thonë përgjigje? Përgjigje sot që do të shofim sepse e ka se qka... Jo, Xhavahiri, avokat, ju lëre përgjigjen, parë ju të përgjigja. Tani është absurde që në oborrin e pallatit, personi që tonë katin e parë, të zdërë oborrin, të ndërtoj VC, salon, të bëj shtëpi të dytë, si shtëpi private, po se më prapë kur e ka pronën e kjo nuk është dëgjuar ndonjëherë. Në momentin që ky person nisi të ndërtonte, s'kam qenë aty.
banorët e tjerë nuk kanë reaguar? Sa jo borë është për të gjithë, nuk është... Për të gjithë, ajo është për pakim makinësh. Jo, ma avokatë është apësullë tani, në katin e 6, të 11 mund t'jetoj, por nuk lejoj asë kënd që o borën e palatit më sënë. Tani të them një gjë që se ke dëgjuar ndonjëherë, hajde të shkalla 8 në Shalvarin, në 6% shkallës, dyqani që është nga rruga, në 6% ka BRVC. Hajde të shikoj, merë në kamerën, hajde me mua. Ja, kjo është bashkia. Prandaj të them që neve na çalon pushteti ajo puna tek pushteti. Çfarë ndodhi? Në momentin që ti nuk e qen në shtëpi ai e kishte ndërtuar. Sepse burri im ka pas shumë probleme me zemrën, ishte me aparat pacemaker. Edhe do të rritet nën kontroll të mjekut se i mori ujë trupit 13 kg i vuri aparatin. Pra, momenti që është ndërtuar. Ju nuk keni qenë fare në Shqipërinë atë kohë. Por kur erdhe ti nga Italia dhe e pe ndërtesë. Po, erdhim. Vajtit e komshia Trokite? Po. Kujtim, thësh, shive si që ka nërtu. Që ka nërtu, tha, një qkuket. Ardian, tha, që ke boj, tha, burim? Jo, tha, e bana, tha, se është puna, se kam nevoj, tha, dë punoj qik, tha, po e kam nevoj, që pati. Prishe në vend, ti, tha, im shoq. Prishe, palejën ton, ta bosh ti, tha? Palejën ton? Si e ke boti palejën ton, tha? Unë nuk kam katha me nejtë, sepse kam probleme me zemën dhe ikëm ne. Po kur të vi, tha, ta gjejtë prishme. Sa i e ka sill mute dritarja juaj? Komplet dritarët, kanë 4 dritare aty edhe balkoni. Të gjitha dritarët e tuaj e kap ndërtesa e sotrisë. Po, komplet. Ka mbështetje ai njeri që bën këtë, mos e diskuto fare këtë debufi e kupton. Ka mbështetje. Në momentin që ju erdhët nga Italia, ai nuk e kishte prishur. Sigurisht se vazhdo ta ketë edhe sot e kësaj dite. Po. Edhe Odeta kur erdhën vdiq burri këtu, sepse na zuku shumë rënd familjarisht, shumë rënd që ai vdiq. Edhe unë dhe quri dhe burri shumë rënd, edhe nuk e përbaloj do t'ju më pik zjaku, edhe këtu edhe shpirtin. Edhe të shtirë, unë kam frykt flebetëm, edhe kam shku në kavajtë, si të thësht ty. Shvi shpinë teme se si është, po më prishët shkatrot pa hapë. Ti ke ikur nga shtëpia se ke frykt të flesh aty pëse, se mos hipi dikush në penxhere. Pa, edhe të vjedhin Odeta hypin kollaj fare, ne në ratë Ormeti. Qa do të pengojë asgjë? Pa, u ratë Ormeti, u bloku pengjerja, u bloku dera, një komshiu ati sipër, që është i punon e shoqja në bank, në arkusimit, në bank, të hapun, thot, gjëgjë kujtim, po si do të hapër? Kollaj fare, thot, që ke ajo nërtesa që ka ndërtu. Zotria, komshia? Pa, Ardiani, thot, jemi habit me grillën myll, komplet, që hapi grillën në ka darë ke dera, në hapi derën e shpis, ne jemi habit. Pra, nga kjo situatë, ti ke frikë të flesh se ndoshta dikush mund të vi dhe... Mu kur më hyni ai i komshiu që më hapi derën këtu sipër, vaj hadhi hajduti, është kështu? Po mirë, e dashur Xhevaire, në momentin që vajte dhe bëre denoncimin, nuk erdhi askush aty? Së është ndërtim pa leje, sipas jush. Shkova bona denoncimi ke imëtoja. Po? Edhe i thashtë Dorian Memës, këshu, thash, Ardian Turku më ka ndërtu, kam një hyrje pallati, thash, ndalje nëmër 6, rruga Jogjin Kush është Dorian Mema? Ka qenë krye inspektori i MT-s. Po mi mos merri me emra, më shumë me institucionin. Ta themun ku është. O, avokat, të lutem, merri me institucionin se sa me emra, sa ndrohen, merri me institucionin dhe ndoshta marrim një përgjigje. Ju e shikoni që nuk funksionojnë. Por ja, prandaj e lëm ta dëgjojmë dhe pastaj do të pyes çfarë duhet bën tilla. Erdhi imëtoja. Erdhi imëtoja, po. Edhe i tha, unë isha si për pengere, po nuk di drejqin celularin që ta inqizoj shëkot. Po pak rëndësi ka që, kur i më të janë bërin aty... Arë zonja, tha, shanku, po si e pa të bërë deta, avokat, komplet, ky është deri në fund, 20 metra o bërë, deri në fund fare e pa të izolu si derë burgu, si dhoma burgu, me izolim, me derë shine, komplet o bërin. Përveç kësaj temës, edhe tutje jashtë, tutje, komplet o bari. Me dershine, me gjithë që... Që nuk duke, asgjë. Nuk fare, kur i bishim zilës ne, nuk u dukte fare nga derët e hekrit. Po, dhe kur erdhi imëtoja, çfarë ndodhi? Tha, po t'je pas e izolu komplet o barin, tha. Ke leje? Jo, thaj, po si e bane këte, se ka arzoja në sharngu. Tha, fol me Ilien Ngrecin. Ilien Greci është, ka qenë kuetar i mjesisë administrative, lagjës u më gjatë, njeri u më i korruptu. E mos akuzojmë emra pa patur, e qartë, por çdo kush që nxjerrë emra dhe flet akuzon vetëm përgjegjësi, nuk mbaj unë, por të lutem, munduan të jem korrekte në transmetim, që gjithë emrat që përmendem, të paktën t'i kemi në lidhje telefonike dhe të japin një përgjigje. Ja kam thënë në zyrë. Por në momentin që imëtoja erdhi, nuk bëri asgjë. Absolut, edhe i tha kështu, një gjatha. Ti deri tek këtu që ke izolu komplet me hekra do t'a prishësh. Këte tjetër në lene. Po që se do anë kohata, jo tha, unë do t'a prishë, se do ruj robën te me bukën e gojës. Këtë e ke dëgjua nga pengjerja? Po, nga pengjerja, komplet nga pengjerja shpis, ta them, me nërshmisht,
pa rrena fare. Sa ko ka kjo të lutem? Po kaja 1 vit. 1 vit që e kërkoj unë. 4 vjet ka burim. Dhe nuk është prishur asgjë. Fqinji jot vazhdon ta zotëroj oborrin e pallatit. Bile pret që të kaloj kjo ka ta bllokoj prapa te venin aty, ta bëj prapë heka pronën e vet. Edhe kush vjen thot, unë e pata që në fus, thot, po u anku kjo thot u prish. Kush vjen? Të them, në tilla situata avokat, padyshim një ndërtesë pa leje. Më ke sjell në emision duke pasur 2 ngjarje identike me zonjën. Në ujë të ftohtë të Pelen në zonjë, vete ajo inspektoriati i ndërtimit dhe jep leje që të hapet rruga në pronën e një qytetari. Të hapet rrugë makine se do shkoj pronari i fabrikës ujë të ftohtë të Pelenës, do shkoj lartë mbi këta, mbas pronës këtyre. Tani që ka ndodhur dhe pse e trajtojnë problemin? I VMT-ja, qëllimisht, ka ndryshuar pozicionin e pronës shtet me pronën me pronar. Ju po tregoni me këtë shembull që edhe në rastin e zonjës është ky institucion që nuk prandaj të thash, po ma preve fjalën që në fillim juve u vjen keq kur e trajtoj problemin politikisht, po s'kemi nga vemi se bashkia nuk funksionon. Policia vete dhe i rreth qytetarët në Tepelen ujë të ftohtë keni parë në media. Fare Odeta nuk funksionon. Atëherë çfarë duhet të bëjë? Unë uroj dhe shpresoj që të ndiqemi sot nga institucionet e qytetit të Durrësit pikërisht për këtë problem që zonja Gjevaire Arapi është duke denoncuar fqinjin e saj, i cili ka zotëruar oborrin e pallatit, ka ndërtuar e ka bërë shtëpi private aty duke bllokuar gjithë oborrin dhe zonja Gjevaire sot po e denoncon në këtë transmetim. Unë uroj dhe shpresoj që në pjesën e dytë zoti si e ka Ardian Turku të reagoj, nëse ai nuk do na telefonoj në këtë transmetim live, padyshim jam unë e detyruar ta telefonoj për të na treguar se si ka arritur të bëjë këtë ndërtim pa leje. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme me mua në studio është një 73 vjeçare nga qyteti i Durrësit me emrin Gjevaire Arapi, e cila po denoncon fqinjin e saj që ka zotëruar, le të themi, oborrin e pallatit duke bërë ndërtim pa leje dhe zonja jeton në katin e dytë dhe kjo gjë i ka sjell shqetësim. Për të qenë transparent, unë dua në këtë momente ta telefonoj zotrin. Në 1 minutë them dhe diçka. Po, patjetër, do të dëgjoj. Ndërkohë që unë bëhem gati, po, mund të më tregosh zonja Gjevaire. Po si thot, ma ka dhënë lejen thot, aq mashtrues, aq i ligjësh sa edhe jap lejen unë për oborrin, të mzehet oborri kështu, vetëm po që e çmen me. Po ti kishe dhënë leje nuk vije. Nuk vije e para dhe avokat, nëse ai ka leje, është e pranueshme që t'i jepet leja për zotëruar oborrin e pallatit? Jo, se ke kuptuar zonjën, kjo thot ai pretendon sikur po mirë, e qartë, zonjën e kuptova shumë mirë, po pyes juve si avokat, jepet leje në tilla raste? Ku ka të drejtë kjo dhe kompetencë kjo t'jap leje të bëhet ai ndërtimut? Ku jemi? Ai pretendon se i ke dhënë ti leje. Po ti mund t'i japësh leje të ndërtojë dhe pallata ai para oborrit, por ai se bën dot këtë gjë. Pa marrë leje në institucione, e qartë. Pra institucioni Bashkia e Durrësit, unë po ju them kaq, kam një familje në Flak që ka shkatruar familje, ajo shtëpia nga tërmeti dhe sot e kësaj dite Bashkia e Durrësit nuk i jep mundësinë që të rimbursojë. Më lijoni ta telefonoj zotin Ardian me shpresën që po jo, të flasë që të marrë kompletat e historinë dhe pastaj sa shumë. E dashur, ndoshta për shkak të kohës televizive, më duhet ta telefonoj, ta kem dhe zërin e tij dhe të jemi në një përballje. Ju po e akuzoni dhe ai të kthejë një përgjigje. Jo, jam shumë dakord. Mirë, po e telefonoj zotrin për të patur zërin e tij sot në transmetim, i cili po denoncohet nga fqinja edhe kush vjen për Gjevaire kontroll Arapi. E mbyll derën. Kush vjen për kontroll nuk e hap derën fare, në shtëpi rri dhe nuk del. Të lutem. Regjia të më ndihmoj të kemi dhe Zilen kur të doj në transmetim. Zilja po bie, pak qetësi avokat dhe zonja Gjevaire, po bie Zilja. Uroj që zotria Ardian Turku ditën e sotme. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si? Me familjen Turku? Po. Besoj jeni bashortja e Ardianit? Po. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa i Gjurmë. Po. Më falë që ju shqetësoj, por isha e detyruar t'ju telefonojat për të folur me zotin Ardian, pasi sot në studio kam një zonjë me emrin Gjevaire Arapi, fqinja juaj e cila po ju denoncon për gjithë problemet që ju keni sjell me ndërtimi pa leje në oborrin e pallatit. Po qeshni? Po pse po qesh me atë zonjë që ke ti aty? Pse, çka ka për të qeshur? Po, nuk e kuptoj pse na shqetëson ajo ne. Edhe ne nuk jemi të interesuar fare. Fare dhe më vjen keq që më ke marrë telefon dhe të lutem mos më shqetëso. Tani është rradha jon të qeshim.
me atë zonjën. Edhe ti vej turp. Edhe ti vej turp. Dhe kanë bërë ndërtim pa leje, dhe shqetësojnë komshitën, na dëgjonte ajo, na dëgjon. Shikon deta që janë rrafet e të lutem zonjë. Ka shkelu ligjin, të tëra ligjet, qoftë morale, qoftë shoqërore, qoftë të fqinjësisë, qoftë çfarë të them, dhe del aty edhe qesh pa pik turpi. E morën qytetarët shqiptarë morën vesh me kërkat bëj zonja. Prandaj unë i drejtohem Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë Policisë së Durrësit, Bashkisë Durrës, të vënë dorë dhe të shkojnë të shkatërrojnë atë ndërtim pa leje që është bërë atje, se është një turp i bocë ai dhe si ndërtim, dhe të hapin, të lirojnë hapësirat, sepse IVMT-ja Durrësit ka shkelur ligjin me 4 këmbët, jo me 2. Prandaj, zonja që ka ardhur këtu ka një të drejtë te Zoti dhe duhet që shtetit i dalë për Zot. Se kur vjen puna për vota, vemi të tërë me vrap atje. Atere, zonja tha, mos më shqetëso, unë do të tentoj ta telefonoj dhe një herë, me shpresën që nëse ajo nuk do të flasi të jetë bashorti i saj, Ardiani, ditën e sotme në këtë transmetim, nëse janë duke më ndjekur, ju lutem mund ta hapni telefonin, nëse ju keni një leje ndërtimi dhe jeni në rregull me atë ndërtesë që keni bërë, atëherë ne nuk u shqetësoj më. Po nëse kjo ndërtesë që ju gëzoni është një leje, nuk keni një leje ndërtimi, atëherë patjetër që zërin e Xhevairës duhet ta dëgjojmë ditën e sotme dhe duhet i bëjmë thirrje gjithë institucioneve për ta prishur këtë ndërtesë që sjell probleme të mëdha për 73 vjeçarin që është detyruar të largohet nga banesa e saj. E telefonoj dhe një herë familjen Turku, vetëm ju lutem, më lini të komunikoj unë dhe më pas do t'ju jap fjalën. Nuk të pengojmë, jo. Nuk dua që ta kthejmë në një debat, por për të gjetur një rrugëzidhje ditën e sotme. Rrugëzidhje është zonjë duhet telefonuar bashkia. Po. Atëre, të më ndihmoj dhe një regjia ta kem këtë telefonat. Stelmaj, garantoj unë. Nëse ajo nuk dëshiron të hapi, është e drejta e saj. Po çfarë do thotë? Do thotë që kanë bërë ndërtim pa leje aty edhe të mburret? Përshëndetje. Ja, nuk e ka hapur. Po nuk e hap pra, jo, të them unë. Do pres deri në zilin e fundit, sepse kur denoncohet dikush në studion e emisionit pa gjurmë, e rëndësishme për ne si gazetarë është që të kemi dhe palën tjetër për dëgjuar dhe versionin e tyre. Por me sa duket, zonja nuk do të përgjigjet, është e drejta e saj. E di pse flasin kështu këto dhe bëjnë këtu, do deta, kanë shpatët e ngrofta, nga Ilir Ngreci, që është sot nga korupcioni u hoq, edhe është vonë korupcion, ke IMT-ja u hoq nga korupcioni njësisë administrative. E mbyllim regjia, e mbyllim, sepse zonja nuk do të përgjigjet dhe unë nuk kam pse e shqetësoj dhe ta rimar shumë herë në telefon, unë bëra detyrën time si gazetare për ta patur edhe palën tjetër. Atëre, edhe mua më erdhi keq që do t'i jap fjalën, edhe mua më erdhi keq që ajo qeshi dhe nuk dha një përgjigje dhe e mbylli telefonin. Ajo na ofendoi. Jam fajtor. Unë ja them, ajo na ofendoi pa pik turpi, se s'kishte pse të qeshte, ne jemi një institucion serios, është media kombëtare, është televizion, jemi gjithë këta njerëz këtu, ajo duhet të thoshte fjalën e saj, sepse në fundit e ka një arsyetim, sipas mendjes së tyre, që s'ka fare arsyetim. Po ajo dhe ata lart bredhin sepse nuk ka kush të kërkojë llogari. E dashur Xhevaire, po të dëgjoj. Edhe Shkova ke IMT-ja edhe erdhi ky, e prishi një pjesë nuk e prishi fare. Këtë më kryestarën teme nuk e prishi, si shoh bar pallati ishte prone për ashtu bëjnë kudo ku shkojnë. Kupton ti ashtu. Edhe unë është prishur një pjesë e ndërtimit të zotërisë, po më thuaj? Jo, pa ndërtimit, pjesa anej e rrugës, që u prish, ndërsa ndërtesa që është poshtë dritareve të tua. Edhe banjon që është aty poshtë. Edhe tualeti nuk është prishur. Po me çfarë motivi nuk u prish? Nuk është prish sepse është Ardian Turkut, se ka Ilir Ngrecin që e ka korruptu, jo maj përgjithësi unë, kryetari ka qenë kryetari njësisë administrative lagjes nr. 6, që sot e ka bë kryetarja bashkisë drejtori IMT-s. Por të lutem, ja pra, dolëm atje ku thash unë, zonja Odeta. Jeni takuar ju me këta persona përgjegjës të institucioneve? Një minutë, më falë. Një çku ke kryetari njësisë administrative Ilir Ngreci. Ju jeni Ilir Ngreci, po. E dini ju thësh që Ardian Turku ka ndërtu thësh
një objekt aty dhe punon punë private, ka ndërtu dhe një banjo, thosh unë, në shkelje që është shkelje ligje është rrëmbim pranë e vepër penale, thosh, se se ka pranë fjatit. Çfarë tha? Tha, ja kam dhënë lejen unë, tha drejtën unë, tha, ai ka drejta ndërtoj banjon në çdo cef pallati, thot, s'pysim ty. Po është ndjekje penale, thosh unë, është rrëmbim pranë, është korrupsion, s'pysim ty, tha. Zonja gazetare. Shteti kështu funksionon. Kur vim këtu, të paktën mua, kur më thërisni këtu, duhet të më lejoni që të sqaroj opinionin publik. Jo, e qartë, ku jemi. Edhe unë si gazetare duhet të kem palën tjetër për të qenë një përballje dhe për të kuptuar realitetin. Ja bëre nderin 2 herë. Nuk duaj që të dëgjojmë vetëm një palë dhe palën tjetër jo. Zonjë, ja bëre nderin 2 herë. Dhe s'ke më asnjë lloj përgjegjësie, as morale, as ligjore, që të kërkosh të dalë në telefon edhe të flasni. Nuk kanë kurajë të përballen zonjë, sepse kanë shkelur ligjin dhe kanë kraje, kanë krate ngrota, prandaj bëjnë ashtu. Dhe prandaj jemi në këtë situatë. Ndaj jemi, domethënë, e gjithë Shqipëria është kështu, po ta them. Shkon në Rjoll, po vriten njerëzit, shkon në Borshtë e Pelenës, në Qazim Pali, po vriten e po rriten njerëzit. Çështja e pronave është një problem dhe një plagë shumë e madhe në shoqërinë shqiptare. Po e di nga kush është shkaktuar? Se unë për këtë jam këtu. Nga momenti që kryeministri mori në dorë ASHK-n dhe drejtorin ai, lutem. Po problemi i pronave ka nisur që në vitet përpara se të ishte ky kryeministër avokat. Të lutem mos ta kthejmë. Problemet e pronave janë Jo, nuk është ashtu. Janë të mëdha. Un kam historitë të viteve 97. Nëse nuk do ta nëse nuk do ta trajtoj problemin. Po s'dua ta kthej politike avokat. Politike. S'dua ta kthej fare jo mos është politikë që të ndryshosh skemën. Hartën ta ndryshosh në ASHK, ta bësh nga personale në shtetërore dhe pastaj t'ia shesësh këtë po bën ASHK-ja në gjithë rrethet tani. Dhe prandaj jemi këtu. Dalemi pak, absolutisht. E dashur Xhevaire, sepse koha televizive fluturon. Po pra, po ne po them të flasi çik, s'kam fol fare. Disi më thë dhe shkova unë ke Ilir Greci. Edhe më tha, shteti kështu funksionon, tha s'ke që i bën fare. Edhe unë një çku ke Adriani, Adrian thash do ma prishësh për 3 ditësh unë e du të prishme. Dëgjoj tha, do më presësh, më tha mu dhe 2 vjetë, tha. Do ma lesh dhe 2 vjetë, thot t'jap 500.000 muj për muj. Të ta fqini. Ky. Le dali, komshiu, le dali. Ti jap disa para dhe mos u anko më. Muj për muj t'jap 500.000. Vetëm mos më anko për 2 vjetë. Ma le dhe 2 vjetë mos ma prish. T'jap 500.000 muj për muj. Unë le dali, që është të rejnë. E dashur Xhevaire. Edhe unë një çku në bashki, gjithë bë procedurët për prishjen e këtyne ndërtimeve pa leje. Edhe i qova letër asaj kryetarës bashkisë, absolutisht as erdhen me pa, as morën pjesë. Situata vazhdon të jetë kështu. Është korrupsion i zakonshëm kështu. E di kur e kina kuptuar Odeta se si tisha që kisha bë banjo, kur u blloku komplet puseta e gjithë banjove të pallati që dolën fekalet, më fal për shprehjen, në garazhin tem u shplot me fekale garazhdim. E dashur Xhevaire, të lutem, dua të bëj një pyetje. Ju sot nuk keni asnjë kontakt me fshinjen, nuk flisni me njëri tjetrin. Gjallë vdek absolutisht. Ti je larguar nga banesa jote. Po jam largu, po do vi se do jetoj aty. Shtëpia jote është prona jote, ta gëzosh është. Edhe ai ka shtëpi tjetër në plazh, shkoj te çoj ke shtëpia plazhit. Por përpara se të përcjell dhe me shpresën që zëri jote të dëgjohet, dua 2 mesazhe ditën e sotme, një nga ju dhe padyshim dhe një nga avokati i cili është i rrept me të gjitha denoncimet që bëhen jo vetëm në studion time po kudo. I bëj thirrje degës së brendshme policisë që unë do shkoj patjetër, i bëj thirrje Ervis Pengilit i ASHK-s, bashkisë Durrësit, IMT-s, kush është e kush është, të vinë ma prishin se kjo punë do shkoj shumë keq, do të jetoj edhe unë shtëpiteme si gjithë tjerët. Le ta lejnë korrupsionin me njanë se janë njerëz më të korruptum, si ka mundësi, nuk e ka pronë private. Kjo është të drejtë, absolutisht. Jetëm në komunitet, nëse situata është kështu të tmerrshme. E kam dhe me djerë zballi, jo të vija nga lusha dhe të bëj ligjin aty, e para dhe e dyta, do të jetoj dhe unë shtëpiteme, të mbyll dhe unë sytë ka jo shtëpi, si shpi mbyll im shoq. Këto ditë që m'ka ngel, jo të më rridera shtëpis mbyll, unë kam shtëpiteme, pse të risa ne këne. Për që punë, se i donë Adrian Turku të punoj punë private aty, ka garazhin të punoj punë private, Rjeta Peshku ke garazhi, ka dhe i garazh, e ka bletë është Zëri juaj është sot në këtë transmetim në mbështetje të çdo qytetari që haset për problematika të tilla. Te me subatimi ban gjithatë është sanduiçe e mushme, disa herë të shajo Odeta shipe. E ka një komplet ke murim. Murim që kanë me djerë zballi. Zëri juaj të dëgjojë. Unë jashtë më morë ekre dhe i bi ku të mund vet, po një do ta shofi. Uroj që të ketë reagime, uroj të marrësh një zgjidhje me këtë histori të kësaj 73 vjeçare, kalojmë në reklama, ndërkohë bie zilja e telefonit. Uroj që të jetë familja Turku, mos e mbyll, mos kalojmë në reklama regjia, nëse është familja Turku më duhet të vazhdoj. Jo, nuk është i njëjti numër. Përshëndetje.
Po, zonjë, si quheni? Mos ma mbyll telefonin të lutem. Nuk ka të bëj me historinë tuaj Xhevaire, është një person tjetër që po na telefonon, nuk e di çfarë ka. Mirë, jemi rikthyer në studio dashumiq dhe në këto momente dua të prezantoj pasaportën e Florian Tabakut, një 26 vjeçar, i cili figuron i humbur për familjen e tij prej 20 tetorit të vitit kaluar nga Tropoja. Jeni duke parë foton e Florian Tabakut, i riu i cili u ngjit në mal për të mbledhur Boronica. Pikërisht në 20 tetor, ai humbi çdo lloj kontakti me familjarët dhe prej asaj dite nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Dua të prezantoj kronikën që kemi përgatitur për Florian Tabakun dhe rikthehemi në studio. Prej muajit tetor të vitit 2025, familja 26 vjeçarit Florian Tabaku nga Tropoja jeton me sankte dhe pasigurisë, pasi i riu ka humbur çdo kontakt me familjarët dhe që prej asaj dite asgjë nuk dihet për fatin e tij. Sipas familjarëve, mëngjesin e datës 20 tetor, Floriani kishte dalë bashkë me nënën e tij për të mbledhur gështenja në zonën e Kamenicës, pranë Bajramçurrit. Në një moment nëna e tij kishte lënë të ulej në një gur në mal, ndërsa ajo vazhdonte të mblitë gështenja në zonë. Pas një pritje të gjatë, 26 vjeçari është larguar nga vendi, ku ndodhej për të kërkuar nënën e tij, por që nga ai moment familjarët thonë se kanë humbur çdo kontakt me të dhe i riu nuk është parë më në zonë. Pas kërkimeve të para të kryera nga familja dhe banorët e zonës, të cilat nuk kanë dhënë rezultat, rasti u denuncua në policinë e shtetit, konkretisht në komisariatin e policisë Tropoj, ku familja kërkoi ndihmë për gjetjen e tij. Vëllai i 26 vjeçarit tregon se familja është në kërkim të vazhdueshëm prej muajsh, por deri më tani nuk kanë mundur të gjejnë asnjë gjurmë ku mund ta çojnë drejt tij. Jo, deri këto momente nuk kemi arritur të zbrojmë asgjë. Jemi në zonën kufitore, Kosovës me Shqipëri. E ka parë dikush dhe për moment jemi në vendin ku e kanë parë, që me 19 bazit e ka humbë vëllai, ka kuptuar. Në 20 është e kanë shpohën kërkim. Ai është në nënën, por në atë momente ishte pak më poshtë. Mami duke mbledhur gështenja. Po? Dhe e kishte nënën në një vend që të priste. Ai në atë momente ka dashur që dori përpara, e ka kërkuar dhe aty ka marrë rrugën tjetër gabimisht. Familjarët rrëfejnë gjithashtu se Floriani kishte probleme të shëndetit mendor, të diagnostikuara që në moshë të vogël, çka sipas tyre bën edhe më shqetësuese zhdukjen e tij dhe rrit frikën për sigurinë e tij. Ka probleme me shëndetin mendor e temperatura. Po, fizikisht është mirë, është i shëndosh. Ndërkohë policia e shtetit, në bashkëpunim me autoritetet në Kosovë, ekipet e kërkim shpëtimit dhe banorët e zonës kanë zhvilluar kërkime intensive në terren për gjetjen e të riut. Operacionet e kërkimit janë zhvilluar si nga toka, ashtu edhe nga ajri, me përdorimin e dronëve, duke kontrolluar zona të vështira malore pranë kufirit. Kërkimet për gjetjen e 26 vjeçarit vijojnë ende, ndërsa familja mbetet në pritje të çdo informacioni që mund të ndihmojë për fatin e tij. Familjarët u bëjnë thirrje banorëve të zonës dhe çdo qytetar që mund ta ketë parë apo të ketë informacion për të riun, të kontaktojë menjëherë policinë në mënyrë që të ndihmojnë në gjetjen e tij. Ju lutem shumë gjithëve dhe nga ana Kosovës dhe nga ana Shqipërisë, çdo informacion për vëllain ton do jetë shumë i rëndësishëm për ne. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij, ky i ri nga Tropoja me emrin Florian Tabaku, dashumish që prej 20 tetorit të vitit kaluar, familja po bën kërkime, policia po e kërkon, por fatkeqësisht nuk është gjetur asnjë gjurmë jete për të. Dua të theksoj se 26 vjeçari kishte probleme të shëndetit mendor, ndaj e sjellim sot në transmetim të histori që kushdo që mund të ketë informacion, mund ta ketë parë, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë. Mirë, urojmë dhe shpresojmë që asgjë e keqe të mos ketë ndodhur me fatin e këtij të riu tropëjan.